Jemi rikthyer në studio. Nirvana Adeliu, ekspert e integrimit, është bashkuar me mua. Përshëndetje Nirvana, kënaqësi që të kam. Përshëndetje, kënaqësia ime. Box to box, kështu që shpresoj që të kemi edhe bashkëpunime të mëtejshme. Lajmi mirë, hapja e negociatave për grup kapitullin e 4. Përpara se ndalemi se cilat mund të jenë sfidat në këtë drejtim, çfarë përmban ky grup kapitull? Në fakt po është një lajm i mirë që ne për një periudhë shumë të shkurtër kohë, më pak se një vit kemi arritur të hapim tashmë 5 grup kapitull nga 6 në total. Grup kapitulli 4 që hapëm dje në fakt ka në fokus ashtu dhe si dhe tema e grup kapitullit është agjenda e gjelbër, përfshin 4 kapituj të cilët janë teknik, por janë edhe sfidues. Kemi kapitullin 15 që ka në fokus energjin, kapitullin 21 që ka në fokus transportin, është kapitulli që ka në fokus ato që njihet si rrjetet europiane të transportit dhe kapitulli 27 që mbahet si një nga kapitujt më sfidues që kërkon shumë kohë, shumë angazhim, siç është kapitulli 27, kapitulli i mjedisit dhe i ndryshimeve klimatike që përfshin gjitha fushat e mjedisit. Kur flasim për mjedisin, pra ne kemi parasysh cilësinë e ajrit, kemi parasysh ujërat, kemi parasysh kimikatet, menaxhimin e ujrave, mbetjeve gjithashtu, por edhe elementet e tjera, duke qenë që dhe legjislacioni i kapitullit 27, ndryshe nga disa kapitull të tjerë, cilësohet dhe si një legjislacion horizontal, çka do të thotë që ky kapitull prek edhe kapituj të tjerë, të cilët neve po i negociojmë gjithashtu. Për shembull, siç është rasti i krimit mjedisor, që lidhet drejt për drejt dhe me kapitullin 23 të gjyqësorit dhe apo luftës kundër korrupsionit, apo edhe kapitull që lidhen me investimet apo me turizmin, të cilat bëjnë të mundur që ky kapitull duhet ka një kryqëzim, le të themi, ka një kryqëzim me shumë kapitull të tjerë, me shumë fusha të tjera, që do të thotë që duhet jemi shumë të vëmendshëm, shumë detajist për ta bërë të mundur që legjislacioni të mos ketë më pas pengesa apo problematika mes kapitujve. Megjithatë, jo gjithçka nis dhe mbaron vetëm tek legjislacioni. Kjo është shumë e saktë dhe e drejtë në fakt. Po, kjo është e vërtetë. Sepse vënia në zbatim është një tjetër sprovë. Është një sprovë, është ajo që njihet në fakt si kriteri i Madridit. Ne flasim shumë shpesh për kriteret e Kopenhagenit, kriterin politik, ekonomik dhe kriterin e legjislacionit, që është pikërisht kjo që ne kemi pasur shpeshherë edhe në si kryefjalë, pra kemi ligje të mira, po i bëjmë ligjet si Bashkimi Evropian, po i bëjmë ligjet siç i do Europa, por tashmë Bashkimi Evropian e ka në fokus pikërisht ai ka shteti kapacitetet për ta implementuar ligjin. Ai ka resurset dhe apo sjell legjislacioni dhe zbatimi i tij efektet dhe impaktin që parashikohet. Pra nuk mjafton vetëm ai ligji i mirë në letër, për të thënë që jemi parafruar me ligjin e Bashkimit Evropian. Kemi ne kapacitetet, resurset pikërisht për ta zbatuar? Kjo është besoj sfida kryesore që neve kemi. Kjo është sfida kryesore që ne kemi, sepse është e vërtetë që këto janë kapituj që në radhë parë kërkojnë shumë investime dhe shumë kosto financiare dhe burime njerëzore, të cilat duhet thënë që edhe standardet e BE-s janë shumë të larta. Neve përgjithsisht, nëse shikojmë për shembull vlerësimet që vijnë nga progres raporti i Komisionit Evropian, ne pjesën më të madhe të kapitujve, pra nga 33 kapituj që ne negociojmë, pjesa më e madhe rreth 15 apo 16 prej tyre janë në një nivel mesatar përgatitje. Pra ne nuk kemi kapituj që ka një nivel të lartë apo të mirë të përgatitjes, që lidhet drejt për drejt me këtë, pra që ti nuk je akoma gati për ta zbatuar legjislacionin ashtu siç duhet. Mund të marrë kohë kjo? Sigurisht që merr kohë, kërkon shumë resurse, kërkon kohë, është ajo që është përmendur tashmë që mbase hapja e kapitujve nuk është kaq e vështirë, por është përmbushja dhe vënia në jetë, zbatimi dhe mbyllja e tyre në fund. Mbyllja e tyre në fund, që besoj këtu më pas do të shikohet se sa ne vërtet po ecim realisht dhe sa ne vërtet jemi vetëm të shpejt apo jemi dhe cilësor me këtë procesin e shpejt të integrimit që po na ndodh, që duhet thënë që nuk ka pasur në histori një shtet që për kaq pak kohë të hapi kaq shumë kapituj. Pra, jemi një rast unik në mënyrën se si shkuam drejt hapjes së grup kapitujve, shpejtësia, edhe në analizën që bëhet, faktorët për këtë janë të shumtë. Mund të jenë faktorë të brendshëm, por edhe faktorë të cilët i takojnë Unionit. Pra, Bashkimi Evropian nuk është në kushtet që ka qenë. Dhe sa decizive është kjo, pra sa e shet të lidhur këtë me progresin e shënuar nga Shqipëria dhe sa atribut, ndoshta nuk është fjalë e duhur, por e faktorit gjeopolitik, që do thotë se sa vetë Bashkimi Evropian është në kushtet që kërkon që të vendos apo të ketë një zonë të sigurt në Ballkan. Edhe Shqipëria do të ishte e tillë, pra një zonë e sigurt për të mos lejuar edhe frymën, ndikimin qoftë nga Rusia në pjesën përmes edhe Serbisë.
Po, shumë me drejt analiza që bëni ju. Në fakt janë të gjitha këto faktorë që kanë ndikuar për këtë përshpejtim të procesit dhe që ne sot e shohim Shqipërinë që është udhëheqëse e procesit së bashku me Malin e Zi. Por nga ana tjetër mos harrojmë për shembull që Mali i Zi ka më shumë se 10 vite që i ka filluar hapjen e negociatave. Janë të gjitha faktorët që përmendni ju. Është shumë e rëndësishme pikërisht që ajo që përmendet. Mund ta arrijmë ne në këtë skenar? Mund të arrim, nuk ka ndonjë rast, sepse ne kemi parë që shpeshherë procesi është bllokuar, ka pasur vonesa, për shembull rasti i Maqedonisë së Veriut. Vetoja nga Greqia. Vetoja nga Greqia mund të jetë një element tjetër që mund na sjellë problematik, pra janë shumë faktorë që lidhen. Ajo çfarë është e rëndësishme tek sot, tani palët duket edhe gjithë antarët e bllokut duken unison le themi në qasjen që kanë për integrimin e Shqipërisë. Kjo është e vërtetë, sepse edhe fakti që realizohen këto konferenca nuk kuptojnë që ke marrë një unanimitet nga antarët e Këshillit që nuk janë gjë tjetër veç se 27 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Është e vërtetë që Bashkimi Evropian i ka dhënë një fokus të veçantë zgjerimit, pra e ka një politikë prioritare. Me ardhjen e komisioneres von der Leyen ishte prioritet, ndërkohë që me komisionet të paraardhse ne kemi parë që zgjerimi nuk ka qenë prioritet, pasi Bashkimi Evropian ka pasur është pjesë agjendës, le të themi. Është pjesë agjendës dhe ky është një element që ne duhet ta shfrytëzojmë, sepse në momentin që Bashkimi Evropian nuk është e interesuar, ti mund t'i bësh të gjitha detyrat e shtëpisë shumë mirë, mund t'i kesh arritur standardet, por janë ata që thonë jo, nuk jemi gati për zgjerim. Dhe ta hapin derën. Nuk ta hapin derën. Nuk ta hapin derën siç ka qenë për shembull dhe rasti i vetos së Francës. Ky proces është shoqëruar me jo pak metafora. Ka pasur shumë martesa, dera, ka shumë elemente, por kjo është shumë e rëndësishme të theksohet. Tren në rrugull tim. Është fakti dhe gjeopolitika dhe fakti që tashmë është frika pikërisht nga një agresion rus apo nga flirtimi që vendet e Ballkanit Perëndimor mund të bëjnë me Rusinë apo dhe me Kinën. Kemi rastin e Serbisë, për shembull, Serbia dhe Malizi janë dy vende që i kanë hapur negociatat rreth 12 vite më parë. Ndërkohë që sot kemi një Malë të Zi që i ka hapur të gjitha kapitujt, ka mbyllur disa prej tyre, ndërkohë që Serbia ka ngelur të themi e treta në radhë, tani aty afër me Maqedoninë e Veriut, se Kosova dhe Bosnia më pas kanë probleme. Ka qenë ndoshta një element pozitiv, duke qenë se përmendëm pjesën e flirtimit të këtyre vendeve që në jo pak raste kanë qenë një këmbë në BE dhe një këmbë nga lindja, duke qasur interesat me Rusinë. Ne kemi qenë pa lëkundur në këtë drejtim, sepse mbaj mend që është edhe në rastet më delikate, kur BE nuk ka qenë kaq bujare në kuptimin e qasjes që ka pas ndaj Shqipërisë, pra nuk e ka pas agjend zgjerimin, ne kemi qenë të pa lëkundur në qasjen dhe për të finalizuar këtë proces, pra antarësimin në BE. Kujtoj gjatë pandemisë u kërkua që të luaj deri diku edhe me një afrimitet me Rusinë, ndërkohë që në mënyrë kategorike ka qenë kryeministri Rama që ka hedhur poshtë të gjithë zërat, edhe pse nuk ishim në kohën dhe periudhën më të mirë me BE-n. Ishte deri diku të lodhur dhe të zgënjur nga BE-ja. Po. Kjo është e vërtetë, në fakt, edhe në raportin e Komisionit Evropian kemi edhe kapitull, për shembull, hapja e grup kapitullit 6 që përfshin marrëdhëniet e jashtme, u cilësua si grup kapitulli më i thjeshtë për Shqipërinë. Pse? Për faktin e thjeshtë që kur vjen puna tek politika e jashtme, Shqipëria ka qenë gjithmonë 100% e përafruar me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Nuk e filluar për shembull me sanksionet e Rusisë, ne nuk kemi thënë asnjëherë jo, kemi qenë gjithmonë aty gati për të pranuar të gjitha objektivat gjeostrategjike që Bashkimi Evropian si një union më vete i ka vendosur ato. Dhe kjo është gjithmonë një plus. Dhe fakti që për shembull Shqipëria është bërë mikpritëse e disa samiteve, disa konferencave europiane, kemi mbajtur samitin e procesit të Berlinit, samitin BE Ballkani Perëndimor, mbajtëm së fundmi samitin që u mblodhën të gjithë udhëheqësit e Bashkimit Evropian këtu, po jo vetëm, sepse ishte ka ndërtuar edhe një imazh të ri për ka krijuar një imazh shumë të mirë që tregon që këta janë aleat, këta janë aktorë që neve mund të kemi besim dhe mund të mbështetemi. Fakti që thuhet gjithmonë nuk kemi pasur asnjë problematik me fshinjat, ne problemet e kemi pasur gjithmonë brenda në shtëpi dhe kjo mbase na ka penalizuar më shumë. Por gjithmonë kemi qenë ai faktori i neutralitetit dhe i stabilitetit në Ballkan. Dhe kjo gjithmonë na jep një plus, pra që ata shikojnë tek ne një partner të sigurt, të cilët nuk mund të sjellin problematika. Kemi problematike me vendet anëtare, mund të kemi. Greqia e tregoi që me një veto na pengoi dhe na vonoi procesin, hapjen e negociatave. Mund të kemi vende të tjera që mund të kërkojnë një veto më vonë, pra rasti i Bullgarisë mund të përsëritet edhe me Shqipërinë. Pra këto janë elemente më pas ku procesi bën këtë ndërthurjen, elementi teknik, arritja e kritereve dhe standardeve me elementin diplomatik, lobimin e fortë dhe me elementin politik gjithashtu.
Pra nuk duhen parë të shkëputura. Nuk mund të shikohen të shkëputura, sepse do t'ishte gabim në qëse do i shikoje vetëm një faqe të procesit. Janë të ndërlidhura. Pasi dhe vetë... Në atë çfarë shihet deri më tani, pra përpos këtij progresi që mund të jetë shënuar dhe rrjedhimisht pritshmëritë janë që të shënohet në aspektin teknik. Pra, ne jemi gati për të përqasur legjislacionin dhe për të realizuar, për të zbatuar të gjitha dispozitat dhe ajo çfarë do të apo përcaktohet në ligj. Në anën tjetër, në aspektin diplomatik, e ka bërë siç duhet dhe mjaftueshëm rolin e saj Shqipëria sa i takon lobimeve dhe mendojnë që në frymën e tanishme mund të ketë vende brenda Unionit të cilat mund të mbajnë qëndrime kundër interesit tonë? Procesi është i paparashikueshëm, janë 27 vende, në fakti nuk mund të parashikosh dot. Aq më pak besoj tani me një rritje të euroskepticizmit brenda vendeve të Bashkimit Evropian, të partive që janë deri diku radikale të djathta, ekstremiste të djathta, që shpeshherë flasin kundër zjerimit, flasin kundër migracionit, flasin me këto vlerat europiane që jo çdo vend i merr, mund të ndikojnë që nesër pas nesër, sepse duhet parë edhe klima që i kanë qytetarët europian mbi zjerimin. U bë Eurobarometri, u përfol shumë se si ne shqiptarët apo qytetarët e tjerë të Ballkanit mbështesin Bashkimin Evropian. Por interesant ishte të shikoje se sa qytetarët evropianë kërkojnë një zjerim të Bashkimit Evropian, cilët janë ato qytetarë që duan që të ketë zjerim. Ndonjëherë ka vende, për shembull Gjermania, është një nga vendet prioritare të cilat e kanë shtyr procesin dhe kur vetë BE-ja nuk e kishte fokus procesin e zjerimit. Për shembull procesi i Berlinit ishte një nismë e kancelares Merkel pikërisht për të plotësuar ato boshllok që po linte Komisioni Evropian dhe Bashkimi Evropian. Ndërkohë që qytetarët gjerman nuk janë kaq të edhshëm për zjerimin në Bashkimin Evropian. Dhe këto sigurisht më pas ndikojnë në politikat e brendshme të partive politike, se fundi ato janë qytetarët që do i votojnë ato partitë. Ato nuk mund të dalin edhe kundër interesave të qytetarëve. Kështu që edhe ky është një element që duhet pasur parasysh dhe duhet marrë në konsiderat. Ndërkohë që edhe vetot mund të ndahen. Mund të kemi këto vetot kapriçoze si rasti i Greqisë, që u vendosë nuk u kuptua kush ishte vërtet arsyeja, ata e deklaruan që ishte për shkak të drejtave të minoritetit, kapitulli 23, por prap kishte edhe një element tjetër aty politik dhe shumë dypalësh, pa prekur të gjithë interesin e njënit. Ndërkohë që veto që mund të vinë nga raste si Franca apo Hollanda që ne i kemi pasur më parë, janë veto që vinë drejt për drejt, sepse ata nuk mund të bëjnë kompromis me standardin kur vjen puna tek shteti së drejtës, te demokracia dhe tek lufta kundër korrupsionit. Standardi i tyre është shumë shkojnë të thelbësorja dhe tek elementi teknik. Pra, nuk kanë asgjë personale me ty si Shqipëri, por në qoftë se ti nuk arrin standardin dhe po i bën siç duhet, ata nuk mund të rrezikojnë, sepse BE-ja ka bërë gabime me zjerimin. Bullgaria dhe Rumania sot quhen një rast suksesi për Bashkimin Evropian. U futën në mënyrë të nxituar, u futën pa i plotësuar kriteret dhe ndonjëherë dhe kjo vonesa na prish edhe punë ndonjëherë sepse BE-ja mëson nga gabimet dhe më pas bëhet shumë kërkuese me vendet që janë akoma në pritje. Duke vuajtur pasojat e vendimeve të mëparshme. Kjo është e vërtetë. Pra pasojat që kanë prodhuar vendimet e mëparshme. Prandaj dhe nuk duhet ta humbim kohën dhe nuk duhet të vanohemi. Te kjo fryma dashamirëse dhe te kjo fryma pozitive që është përçuar nga drejtuesit, unë doja të ndiqnim në këto momente edhe kronikën mbi qëndrimin që ka mbajtur komisionerja e zjerimit në BE, Marta Kos, e cila vë në dukje projektin dhe deri diku vizionin, ambicien për integrimin e Shqipërisë në 2027. E ndjekim kronikën dhe rikthehemi për ta komentuar. Shqipëria ka zhvilluar në Bruksel konferencën e 6 ndërqeveritare me Bashkimin Evropian, duke hapur negociatat për grup kapitullin 4, agenda e gjelbër dhe ndërlidhja e qëndrueshme. Ky grup kapitull përfshin fusha kyçe si tranzicioni i gjelbër, mbrojtja e mjedisit, energjia e pastër dhe ndërlidhja e qëndrueshme e transportit, të cilat janë në qendër të marrëveshjes së gjelbër europiane dhe prioriteteve strategjike të Bashkimit Evropian. Në konferencën e përbashkët të kryeministrit Edi Rama me Marta Kos, komisionere europiane për zjerimin, dhe Mari Bjerë, ministre e çështjeve europiane, u voteksi te përparimi i bërë deri më tani me hapjen e grup kapitujve, ndonse reformat që do duhet të ndërmeren nuk janë të lehta. Ne dim që reformat
që ju kërkojmë kandidatët tanë, ndonjëherë nuk janë të lehta, kërkojnë ndryshime themelore. Shqipëria po tregon që ndryshimi pozitiv është i mundur. Dhe vazhdoni kështu me këtë ritëm, duke u siguruar që të përfshini edhe parlamentin, shoqërinë civile dhe sektorin privat, sepse një konsensus i gjerë kombëtar përmirëson pranimin shoqëror e mëtej, sidomos për fusha kritike si reforma në drejtësi, pavarësia gjyqësore dhe lufta kundër korrupsionit, të drejtat e pronësisë, çështjet e pakicave dhe liria e medias. Sigurisht nuk kemi ende në linjën e finishit, ka ende shumë punë që shtrihet përpara nesh, por sot është një gur kilometrik dhe drejtimi është i qartë. Danimarka, duke qenë president e radhës, do të bëjë maksimumin për ta çuar më përpara zgjerimin. Kjo është një perandori, pjesë e së cilës duam të jemi, një perandori vlerash, të drejtash, perandori sigurie e sigurimi ku më së fundi qytetarët tanë do të sigurohen që të drejtat e lirit e tyre nuk do të merren nga askush që vjen më pas. Ndërkaq, Kos theksoi se tashmë priten rezultate në mënyrë që vendi ynë të jetë në gjendje të përmbyll negociatat në vitin 2027. Shqipëria duhet të jap rezultate me reformat, duhet tashmë të sjellë gjithçka që është e nevojshme në mënyrë që të jetë në qendje të mbyll kapitujt. Dhe sigurisht këtë po e bëjmë në ekip. Vizioni i kryeministrit tuaj dhe i gjithë ekipit këtu është i përmbyllim negociatat në fund të 2027-s, e mbështesim këtë vizion. Në fjalën e tij, Rama e konsideroi kapitullin 27 të mjedisit dhe ndryshimeve klimatike, që është pjesë e këtij grup kapitulli, nga më të vështirët. Për këtë arsye, sipas tij, struktura e re e qeverisë ka një ministri të dedikuar vetëm për këtë sektor. Nirvana? Po, në fakt ishin pozitive, komentet ishin pozitive, ishin motivuese, normalisht me atë vëmendjen e veçantë që duhen bërë kriteret realizohen. Edhe në fakt ajo që u veçua, edhe në këtë konferencë ishte fakti që sprova dhe sfida më e madhe është e mjedisi. Ajo që e veçove që në nisje, kur bëm një përmbledhje të çfarë përmban grup kapitulli 4. Edhe për këtë, siç përmendi edhe kryeministri Rama, me strukturën e re të qeverisë, është vendosur dhe është rikthyer sërish Ministria e Mjedisit. Do ta lehtësoj kjo deri diku edhe për qasjen, pra fakti që do të kemi një strukturë, siç është Ministria e Mjedisit, që do të mbaj peshën, le të themi, për gjitha përmbushjet e atyre çfarë kërkohet në drejtim të mjedisit. Po, besoj do ta fokusonte, sepse duke pasur një ministri turizmi dhe mjedisi njëkohësisht do të bënte më shumë një lloj çoroditje, le të themi, të punës, ndërkohë që tashmë kemi një ministri mjedisi dedikuar vetëm pra për kapitullin 27. Pasi edhe struktura negociatore shqiptare funksionon e tillë, pra ministrit, por janë edhe disa institucione përkatëse, për shembull Instati që merret me kapitullin e statistikave apo Banka e Shqipërisë që ka një kapitull për lëvizjen e kapitalit, janë ato që negociojnë. Pra ne kemi zëvendës ministra që janë për drejt negociator për kapitujt përkatës. Kështu që dhe në Ministrinë e Mjedisit do të kemi një zëvendës ministër ose zëvendës ministre Mjedisi që do të jetë negociatorja që për çdo gjë që lidhet me ministrin, me Mjedisin, janë ata që duhet të përgjigjen. Pra ato bëjnë raportet, ato të shojnë të gjitha përgjigjet për pyetjet, për të treguar planet, kush janë reformat, si kemi shkuar me reformat, çfarë kemi parashikuar, afatet, është shumë e rëndësishme afatet. Pra në momentin që ne flasim që në 2027 ne duhet të mbyllim negociatat, atëherë gjitha këto kërkesa që na vinë, ne duhet që t'i plotësojmë deri në 2027. Dhe me dokumentin që Bashkimi Evropian nxjerr gjithmonë pas çdo konferencë ndërqeveritare, pozicionin e përbashkët negociues, mund shikojmë që aty janë vendosur ato që njihen si kriteret përmbyllëse. Këto janë, le të themi, detyrat e shtëpisë që shteti shqiptar duhet të realizojë që kapitulli të cilësohet i mbyllur. Edhe pse i mbyllur edhe në raport me këtë, pra për grup kapitullin 4, Komisioni Evropian ka nxjerrë në një farë mënyre edhe ku është bërë progresi dhe ku duhet bërë progres. Kronika numër 2, ju lutem. Mbi raportin pra e Komisionit Evropian sa i takon progresit të shënuar nga Shqipëria në sektor kryesisht infrastrukturë dhe energjetik, ndërkohë që ka ende punë për të bërë për sektorin e mjedisit. Pra një rekomandim ky, apo le të themi një detyrë e lënë nga Komisioni Evropian. E kemi gati regjia?
plot 21 kushte ose piketa duhet të plotësojë Shqipëria për të mbyllur negociatat me Bashkimin Evropian për grup kapitullin mbi agjendën e gjelbër dhe lidhjen e qëndrueshme, pa përfshirë këtu kërkesat e tjera të përgjithshme lidhur me parafrimin e legjislacionit. BE ka publikuar pozicionin e përbashkët negociator në një dokument që tregon se i linjëzuar është legjislacioni shqiptar me atë të Bashkimit Evropian, përsa i përket grup kapitullit 4, si dhe çfarë piketash të tjera duhet të plotësoj vendi ynë që të mbyll negociatat për këtë grup kapitull. Lidhur me transportin hekurudhor, BE-ja vlerëson hapat e ndërmarrë nga ana e Shqipërisë për ndarjen e menaxhimit të infrastrukturës dhe operacioneve hekurudhore, pra ndarjen e saj në 2 shoqëri, e cila është gur themeli i zonës së vetme hekurudhore evropiane. BE-ja nxit përmirësime të vazhdueshme në sigurinë hekurudhore, kuadrin institucional dhe standardet e ndërveprimit, si dhe bashkëpunim më të ngushtë me Agjencinë Evropiane të Hekurudhave. Bashkimi Evropian thekson gjithashtu nevojën që Shqipëria të përputhet dhe të zbatojë rrjetin evropian hekurudhor për mallra konkurruese. Megjithatë, për të mbyllur negociatat, Shqipëria duhet të sigurojë një organ rregullator hekurudhor të aftë, të pavarur dhe efektiv, një autoritet kombëtar sigurie dhe një organ kombëtar hetimor plotësisht funksional. Shqipëria negocion vetëm afatet kohore të realizimit të kushteve të vendosura nga BE. Vendi ynë ka kërkuar Bashkimit Evropian më tepër kohë deri në vitin 2036 ose për 6 vjet pas datës së antarësimit në BE, për të zbatuar direktivën që lidhet me cilësinë e ajrit të ambientit, reduktimin e emetimeve kombëtare të disa ndotësve atmosferik, rikuperimin e avujve të benzinës gjatë furnizimit me karburant të automjeteve dhe kontrollin e emetimeve të përbërjeve organike të paqëndrueshme që vijnë nga ruajtja e benzinës dhe shpërndarja e saj nga terminalet në shërbim. Gjithashtu, për zbatimin e direktivës mbi mënyrën se si prodhohen, përdoren dhe riciklohen paketimet, si qeset, kartonat e të tjerë, Shqipëria ka kërkuar kohë deri në vitin 2040 ose për një periudhë prej 10 vjetësh pas datës së antarësimit në BE. Këto janë vetëm disa nga fushat ku Shqipëria ka më tepër vështirësi në zbatimin e legjislacionit dhe duhet të përmirësohet më shumë. Një listë me detyra, edhe le të themi objektivat të realizuara pjesërisht, sepse ka ende punë, por është përshëndet për progresi për hekurudhat. Megjithse duhen bërë hapa të mëtejshëm në këtë drejtim, por sfidë është menaxhimi i mbetjeve. Pra, për cilën Shqipëria ka marrë angazhimin që në një dekadë pas antarësimit të rregullojë, le të themi, këtë sektor. Po, në fakt e lejon këtë gjë edhe procesi integrimit, pra është e kuptueshme që momentin që ti do bëhesh antar nuk do thotë që do t'i kesh arritur të gjitha standardet, por ti mund të negociosh, prandaj dhe negociatat janë dhe prandaj thuhet që me negociatat negociojmë vetëm afate, nuk negociojmë për mbajtje, nuk mund të shkojmë BE-s dhe t'i themi nuk do e bëjmë të gjë apo nuk do e pranojmë këtë direktivë, por mund të negociojmë pikërisht afatet. Pra kur e ndjejmë dhe e kuptojmë që nuk jemi gati, që në momentin që do antarësojmë nëse viti 2030 do të jetë realizueshëm, por do na duhet pak më shumë kohë. Por dhe këto periudha tranzitore normalisht duhet të jenë të arsyeshme, pra nuk mund të kërkojmë një periudhë tranzitore 30 vjeçare për shembull, sepse nuk ka kuptim. Por një periudhë 10 vjeçare apo 5 vjeçare është e kuptueshme, por duhet marrë në konsiderat që ato vite që ti kërkon që të arrijë standardin e BE-s, BE-ja ndërkohë është duke u zhvilluar më tej, është duke i përmirësuar legjislacionet e standardet e saj, kështu që ritmi duhet të jetë pak i shpejtë dhe për të arritur këto standarde. Sepse duke synuar që të arrim të ky hap, nuk të ndodhë që kanë shkuar në një hap tjetër. Prandaj dhe mbyllja e kapitujve cilësohet mbyllje provizore, sepse deri në ditën e fundit që ti po nënshkruan traktatin, mund të ketë një ndryshim të legjislacionit të BE-s dhe ty do të rikthehet hapja e kapitullit përkatës që preket nga ky legjislacion. Pasi është detyrueshme që ti t'jesh i përafruar në të gjitha drejtimet. Kështu që procesi është pak i tillë, pra mund të ketë edhe kthim mbrapa, mund të ketë edhe pengesa, mund të ketë edhe vonesa, por e mira është që ne ta ruajmë këtë momentum dhe kronika e sqaroi shumë mirë fakt kush janë këto piketat apo kriteret përmbyllëse. Një lajm i mirë është që ne deri më tani nga 28 kapituj që kemi hapur, vetëm 2 kapituj kemi që kemi dhe kriteret të ndërmjetme, pra që janë mes atyre përmbyllëse, që është 23 dhe 24, por që është e kuptueshme janë ato 2 kapituj themelor që u hapën të parë dhe do mbyllen të fundit dhe do përcaktojnë gjithë mënyrën se si vazhdojnë negociatat, sepse lidhet drejt për drejt me shtetin e së drejtës, me antikorrupsion
korupcionin, me luftën kundër krimit organizuar dhe me çështjet e brendshme përgjithsisht, ndërkohë që të gjithë kapitujt e tjerë kemi vetëm kritere përmbyllëse, çka do të thotë që këto janë ato detyrat finale të fundit që ne do duhet t'i bëjmë. Dhe ajo çfarë ishte interesante në fakt nga pozicioni negociues ishte ajo që thamë që në fillim, që juve e përmendët që flitej për një avancim të parafrimit të legjislacionit, por ishte mëshuar shumë dhe pjesa e kapaciteteve institucionale dhe sidomos pjesa e inspektimit dhe monitorimit, sidomos te kapitulli 27 midisi. Ndërkohë që kapitulli, le të themi, që ka performuar më mirë nga këto 4 kapitull të grup kapitullit 4 është energjia, ku ne kemi pasur një progres të mirë në këtë vit dhe niveli është deri diku i mirë. Pra jemi nivel mesatar dhe i mirë. Ndërkohë që për kapitujt e tjerë jemi ose në nivelin mesatar ose në disi nivel përgatitjeje. Pra çka do të thotë që duhet akoma punë për të arritur nivelin e mirë që kërkon Bashkimi Evropian. Por besoj që me progres raportin që presim në tetor të dali, do shikojmë një tablë të re, se tashmë u bë pothuajse një vit që ky vlerësim është bërë dhe po, kështu që do e shikojmë dhe më mirë si kemi ecur këtë vit dhe ai kemi realizuar ato që na janë kërkuar. Se nuk është se janë gjëra të reja, pra nuk është se këto gjëra nuk na janë kërkuar më parë. Tani shikojmë të formalizuara, të strukturuara një dokument që e bën dhe më të qartë dhe për strukturat shtetërore se ku duhet të fokusohen. Dhe bashkë me këtë pozicion kemi një pozicion negociues të shtetit shqiptar, që në fakt ka qenë një nga kërkesat që ne si shoqëri civile kemi bërë shumë shpesh që nuk janë publike. Ti nuk gjen asnjë pozicion negociues të shtetit shqiptar në kuadër se çfarë ata parashikojnë të bëjnë. Dhe kjo është një gjë që besoj duhet të bëhet, sepse negociatat nuk janë monopoli i qeverisë dhe i disa burokratëve në administratë, por është i gjithë shoqërisë dhe sidomos sektorëve që preken drejt për drejt, ku ne gjithmonë më shumë po moshojmë rolin e duhet të kenë informacion, kuptojnë, sepse në radhë parë do të vendosësh një standard për makina, të gjithë qytetarët që kanë përdorimin e makinave do duhet din tani, a duhet ta shesin makinën atyre, a plotëson standardin, a duhet paguajnë më shumë taksa. Në farë mënyrë të jenë të përgatitur të jenë të përgatitur për çdo kosto që mund vi. Vendime që kanë impakt ekonomik, social dhe prekin njerëzit. Njerëzit dhe sektorin privat, biznesin që është pjesa më e madhe e kapitujve do e prekin se s'bën biznesin. Dhe ndërkohë biznesi sot është shumë pak i informuar dhe shumë pak i përfshirë. E kemi diskutuar në fakt se sa është gati sipërmarrja shqiptare për këtë kapitull të ri që i hapet Shqipërisë drejt rrugës antarësimit në BE. Nirvana, unë falenderoj, kënaqësi që ishe me ne. Faleminderit juve. Mirë, faleminderit edhe ju që na ndoqët. Ne kemi mbërritur në fund të emisionit, ndërkohë në vijim unë ju ftoj që të ndiqni një intervistë të zhvilluar nga gazetari i emisionit Box to Box Hamit Yzeiraj me një menaxhues fushatash politike. Sebastian Mingo ka ardhur nga Costa Rica, është vendosur në Shqipëri, ndërsa folëm në fillim edhe në nisje të këtij emisioni mbi mungesën e fuqisë punëtore, kemi edhe raste, modele, shembuj të atyre që vinë në Shqipëri edhe ndërtojnë jetën, punën, aktivitetin e tyre, duke qenë se kanë apo pohojnë që gjejnë kushte më të volitshme, më të favorshme për të jetuar edhe për të punuar. I tillë është edhe rasti që ne do të ndjekim, pra Sebastian Mingo në këtë intervistë dhënë për gazetarin Hamit Yzeiraj. Bashkë ndajemi këtu, takojmë nesër në orën 16:00, deri atëherë mirë takofshi.